Liv Davis është një nga lojtarët më të vlerësuar tek Ipswich dhe po ashtu në Championship. 26 vjeçari anglez luan në krahun e majtë mbrojtjes, ndërsa shënoi golin që i dha fitoren e Ipswichit në ndeshjen e fundit me derbin. Mbrojtësi anglez u ndal gjatë tek Anis Mehmeti që dha kontribut të rëndësishëm te 2 golat e Ipswichit për fitoren 2-1. Davis i thuri elozhe sulmuesit shqiptar që nuk ftohet nga trajneri Silvinho te kombëtarja që nga viti 2023. Anisi është një blerje e jashtëzakonshme për ne, duket i gjallë me topin dhe punon shumë për ekipin, shihet që është ambientuar shumë shpejt. Ai punon shumë si me topin ashtu edhe pa topin, që është një pjesë e madhe e asaj që jemi ne si ekip. Do të ambientohet edhe më shpejt dhe shpresojmë që të shënojë golin e tij të parë. Në një nga seancat e tij të para, ai erdhi nga krahu, ja pasova topin dhe i lash të bënte pjesën tjetër. Mendova, wow, tani kemi një lojtar këtu. Ai është i jashtëzakonshëm me topin, mund ta shohësh se i mpret është. Nuk është vetëm loja me top ajo ku është i mirë. Gjëja më e mirë ku ai shkëlqen është loja pa top. Sa fort punon pa top për ekipin, ai nuk del aty duke luajtur vetëm për veten, e di se çfarë duhet të bëjë në fushë për të gjithë. Të gjithë kanë të njëjtin qëllim në fund të sezonit dhe aty duam të jemi. Ai e di këtë, u shpreh Davis fillimisht. Më pas ky i fundit përmendi dhe një shok të përbashkët me Mehmetin. Sam Morsi ishte një nga lojtarët që është pjesë e Bristol City dhe i foli Mehmetit për Ipswichin. Kjo pasi Morsi më parë luante me Ipswichin, ndërsa Davis tregoi po ashtu vlerësim për kontributin e tij. Mehmeti foli me Semin kur ishte te Bristol. Ai e njeh klubin dhe po thoshte se është një zgjedhje pa menduar 2 herë. Të kesh edhe Semin që ta thotë këtë, sa shumë kujdeset për klubin dhe sa e respekton klubin, është një lojtar që padyshim na mungon, si lojtarëve ashtu edhe tifozëve, por na ka sjellë dhe një lojtar të mirë neve, ndaj e vlerësojmë këtë, u shpreh lojtari i Ipswichit. Më pas Davis vijoi me vlerësimin e tij për sulmuesin e harruar te kombëtarja shqiptare. Ai mund të luajë në krahun e djathtë, mund të luajë si një numër 10, mund të luajë majtas. Ta kesh këtë në lojën tënde është një faktor shumë i madh. Kudo që ta vendosësh në fushë ai dëshiron të luajë, është i jetur për të luajtur, u shpreh Davis.